Pra një telefonat më nësore gjumin, edhe tash nuk po mëzëm o gjumi. I thash edhe një mike këtu në Facebook, në chat privat, që nuk e di se çfarë po ndodh me mu. Flej gjithë ditën e gjithë natën, e prap ku ngrihem duket pa gjumë. Ja, të shi sa jam ngrit, akoma s'kam shku në dush, ja, të shi sa u ngrit e këtu. Edhe një mikja ime këtu poshtë më tha që duhet shkosh ke doktori dhe të shikosh se ndoshta s'ke shumë hekur në trup, në gjak. E unë nuk e dija që ne pas kim hekur. E jo mo që kam shumë, po pak. Pra unë që kam këput, ma shput fuqia, që kam këput, se nuk pas kam hekur. Po i daja im që më rriti mund kur isha i vogël, unë maj mend që kur e pysin njerëzit, Hëgja i sen, e kisha emrin i sen Vushi. Hëgja i sen si je, thoshin. Edhe ju përgjishte, po të kisha qenë hekur, do t'isha këput me ka. Pra, daja im, i sen Vushi, pastra me të themine, u thoshte njerëzve kër e pysin si je, që po t'kisha qenë hekur, do t'isha këput që kur, por jam mish, jam gjak, jam njeri, edhe akoma jetoj. Kurse unë, që kam këput se s'pas kam hekur. Po nëse, dy tema për cilën desha të flasën sot. Një vajzë shqiptare, nga Connecticut, në duket këtu në Amerikë, shqiptare kanë llafin që kanë ardhur prindrit e vet nga Shqipëria. Nuk e di kur kanë dalë, so nuk i ndjek këta. Por është shpall Miss Universe, si thanë në Shqipëri. Edhe gjatë shpalljes unë lexova këtu në Facebook, ajo ka kënduar në Shqip një këngë për Skënderbeun. Para një publiku që sa shqiptar, në një dhe të huje të largët nga Shqipëria, ku ajo ka lind edhe ashtërit, ka këndu një këngë për Skënderbeun. Edhe u kënaqa me disa poste që kanë postuar shqiptarët e mi në Facebook, edhe një shkrim, e harrova kush e kisha shkruajt, por përderisa pas aty që Iskra Thoma, njëri ndërum e letrave shqipe, dhe që duhet të kishte qenë, por nuk pati fatin të ishte për mu. Redaktoria e librit tim të parë, se ajo ka pas ato vjeshtet e mia të para, por megjithatë edhe pse nuk e botoj, jam mirë